Dhe duhet të reagojmë, se të tjerët në kanë harruar, ata që kanë përgjegjësinë, nuk majnë përgjegjësi. Ndërtojnë kopshtat edhe atje. 4.3 milion euro do ishin blerë 2 peckane. 4.3 milion euro do ishte në funksion brakiterapia. 4.3 milion euro do ishin medikamentet për kancerin e gjirit. Nuk janë rrushë kumbulla, ato janë para tona. Nuk i kanë marrë për xhepat e tyre. I kanë marrë këtë taksat tona. Prandaj do duhet të reagojmë gjithë. Do duhet të reagojmë, sepse e thash, askush nuk është imun. Sidorela Vatnikaj. Dhe diçka ju lutem, kushdo nga personat këtu që kërkon të thot diçka, që ka një histori për treguar, ka pasur një familjar, është shumë e rëndësishme që në këtë ditë ta themi një të vërtetë. Ta themi një të vërtetë për ata të cilët sot janë duke u përballur me këtë sëmundje. Ta themi një të vërtetë që ta dëgjojnë nga dëshmitë tuaja, sepse ju jeni e vërtetë ati pavioni. Dhe ju lutem tullumbacat i mbajmë deri në moment caktuar, sepse do t'i lëshojmë një herës. Faleminderit. Jemi rikthyer gati pas një viti këtu përballë Ministrisë së Shëndetësisë dhe e them me dëshpërim se asgjë nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar vetëm ministrja, ish ministra e Shëndetësisë sot është duke bredhur pa pikë turpi, duke kërkuar votat dhe besimin e qytetarëve të Tiranës, ndërkohë që në spitalin e onkologjikut situata vazhdon mbetet njësoj. S'ka ndryshuar asgjë për ato gra të cilat shohin televizor, gjithë ato fushata promovuese për mbrojtjen nga kanceri i gjirit, po kur shkojnë onkologjik e shohin se nuk ka poltrona, e shohin se mamografia nuk punon dhe e shohin se në çfarë situate çnjerëzore gjenden dhe trajtohen. Kemi ngritur zërin kur filluan të bënin ligjin e ri për spitalet publike. Bërtitem atëherë duke thënë se shëndeti dhe kujdesi shëndetësor është e drejtë e njeriut, nuk është mall që ju mund ta shisni dhe ta bleni si t'ishte pazar. Çfarë kemi marrë mbrapsht janë spitalet të cilat mungojnë jo vetëm infrastruktura, mungojnë jo vetëm pajisjet, po mungojnë gjëja më jetike, mungojnë ilaçet. A e kuptoni se çfarë ndodh me një smur me kancer, i cili niset nga Saranda, nga Kuksi, nga rrethet e tjera të Shqipërisë, vjen onkologjik për të mbajtur radhën dhe në fund i thonë, na vjen keq, hajde nesër se s'ka ilaçe. Po çfarë duhet bëj një smur me kancer? Duhet luftoj për jetën e vet, apo duhet luftoj me shtetin e vet për të drejtën e tij? Situata në onkologjik është dramatike. Kontrolli i lartë i shtetit ka nxjerrë 10 shkelje. Ka nxjerrë që barnat janë skaduara. Ka nxjerrë që ka barna që nuk kanë hyrë kurrë në territorin e Shqipërisë. Ka nxjerrë që nuk ka poltrona. Ka të smur që siç tha edhe Osmani, e marrin shërbimin e tyre jo poltrona siç duhet, e marrin stol, e marrin nëpër korridore. Imagjinoni një smundje aq agresive si kanceri, që detyruar nga shteti yt, të cilit i paguan taksat, i paguan sigurimet shëndetësore, të trajtohesh më keq se një kafsh në granat e fundit të jetës. Kemi pasur dëshmi shumë të rënda nga ata që e kanë mundur smundjen dhe nga ata që s'e kanë dalë për fat keq. Është detyra jonë që zërin e tyre ta bëjmë të fortë, sepse kanceri mund ta rrezikojë jetën e secilit prej nesh. A njihni ndonjë familje shqiptare që nuk ka ndonjë të afërm që ka qenë i smur me kancer? Gjëja e parë që duhet bësh është shikosh ku mund të marrësh lek borxh, apo ku të hapësh një GoFundMe që trajtohesh në spitalin tonë, në spitalin publik. Imagjinoni që spitali vetëm publik që ne kemi, spitali onkologjik për të gjithë Shqipërinë, është i vetmi që kemi dhe ai nuk ka ilaçe. Imagjinoni në çfarë situate jemi ne sot, dhe ndërkohë që na propagandohet një sistem shëndetësor i riformuar, na propagandohet gjas me antarësimin Bashkimin Evropian, ndërkohë që po flasim për kushtet bazike të spitaleve të çdo vendi të botës. Duhet kuptuar se kur bën fjalë për jetën e njerëzve, shpërdorimi i detyrës që ka ndodhur nga këta njerëz që ju shikoni këtu, duke filluar nga kryeministri Rama, nga ministrat dhe ish ministrat e shëndetësisë,
nga drejtori i QSUT-s, nga drejtori i farmaceutikës, nuk është thjesht shpërdorim detyre, është bashkëpunim në krim, është bashkëpunim në vrasje. Këta njerëz kanë luajtur në jetën e atyre të cilët për fat të keq nuk janë më sepse se kanë marrë shërbime, nuk janë më sepse nuk e kanë marrë ilaçet që ja parandalojnë dhe smundje. Po deri kur do të heshtim? Derisa kanceri të trokas tek dera e familjarit tonë, pa atëherë çfarë do bëjmë? Përsëri do marrim borxh për trajtuar njerëzit tonë? Përsëri do marrim borxh për shkuar për të trajtuar jashtë shtetit? Po pse duhet ndodh kjo? Keni në përduar tuaja dëshmi të grave, të cilat thonë nuk e dim se çfarë mendojnë më parë. A do të kthehemi për shofer fëmijët, ku do të gjejmë lekët, apo si a do të kemi vend për të trajtuar neurologjik? Po kjo është e trishtishme, është për ta dikush që ne diskutojmë akoma muhabetin e ilaçeve, ndërkohë që flitet për infrastrukturë të përmirësuar dhe vetmja gjë që ndodh është zbukurimi i fasadave. Po të shna duhet një QSUT i nevuar, një urgjencer i nevuar, kur në onkologjik nuk ka ilaçe. Klizma të smurve, klizma atyre që ka rënë smundja për fat keq, duhet na trondis gjithë.